na kujtuan problemet, luftën me kartelet. Po, pikërisht. Tani, për këtë punën e marrëdhënieve ndërmjet Tiranës dhe Washingtonit, Dylber, unë do thosha që ato janë një pikë, si të thuash, të ulët, por kur them të ulët, është gjithmonë në krahasim me atë euforinë e viteve, sidomos 2015-20, do thosha unë. Domethënë, kur ishte mbështetja nga administrata, ishte, si të thuash, në nivel mjaft politik, në nivel tërësor, dhe ishte, si thuash, ajo pika më e lartë e marrëdhënieve tona me administratën amerikane. Dihet, siç e mbani mend, që ndikimi i ambasadorëve në atë kohë ishte mjaft i madh. Dhe sa për krahasim, mund të themi që ka kohë që posti i ambasadorit në Tiranë është vakant, apo jo? Po jo vetëm që s'kemi një figurë siç ishte Withers, arvizuem, thash të tjerët, por nuk kemi fare. Pikërisht, domethënë kjo tregon diçka. Tashti, kjo është e lidhur me disa aspekte, them unë. Një aspekt është pikërisht vetë ndryshimi i kontekstit dhe i situatës politike në Washington. U ndrua administrata dhe administrata e re dim që ka në fokus shkurtimin e shpenzimeve dhe shkurtimin e shpenzimeve jo vetëm brenda vendit, por edhe shkurtimin e shpenzimeve për ndihmat e jashtme. Këtë e pam me atë që ndodhi me USAID-in për shembull. Një shembull kuptim plot. Tani, nga kjo nuk ka mundësi të mos ndikohet as Shqipëria. Dhe pikërisht ky është një aspekt pra i ndryshimit. Dhe unë e shikoj këtë Dylber më tepër në faktin që tash e tutje, duke filluar që tani, duke filluar që nga ky vit i fundit kur ka qenë administrata e re Trump në fuqi, duke filluar pra nga 25-a, fokusi i administratës, do thosha unë, tek problemet shqiptare ka qenë më selektiv, më i kujdesshëm për probleme të caktuara teknike, ka qenë më teknik pra. Nuk ka qenë një mbështetje politike në tërësi, siç ishte në kohën e administratës Biden. Pra janë tërhequr që të bëjnë për çdo ngjarje të rëndësishme nga një tweet në Facebook, për të dhënë mbështetja, janë tërhequr fare nga politika pothuajse. E pra sepse pikërisht them unë që kanë atë përqasjen transaksionale që administrata Trump shikon të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare tash. Kështu që duke u fokusuar tek problemet konkrete, i tillë do të jetë, mendoj them unë, edhe ndikimi i ardhshëm i politikës ose i administratës amerikane tek problemet shqiptare. Pra, unë e shikoj këtë si një ndikim që do të jetë i varur nga performanca në aspekte të ndryshme. Për shembull, një nga ato si të thuash prioritetet kryesore të administratës së sotme është lufta kundër karteleve, apo jo? Dhe këtë e kemi parë. E kemi parë edhe me vizitën që bëri ai zyrtari i lartë paracakohesh i Departamentit Shtetit në maj, ku u takua me zotin Dumani dhe u përqendrua tek lufta kundër karteleve. Dhe kjo do të jetë pra si thuash një qasje shumë teknike pra. Tani do të them, duhet merret parasysh këtu edhe fakti që ka ndryshuar dhe ajo dimensioni politik, sepse thash që ajo përkraja politike nuk do të jetë më e njëjta, po do të jetë për probleme të caktuara. Dhe këtu e shoh ndryshimin kryesor. Kritikat sot janë më të fokusuara. Nuk është pra mungon ajo mbështetja tërësore. Dhe këtu e shikoj atë problemin kryesor me administratën amerikane. Fokusimi është te lufta kundër korrupsionit, siç e dini, dhe për këtë kritikat janë më të mëdha. Prandaj them që ajo niveli i marrëdhënieve nuk është fort i kënaqshëm gjithmonë në krahasim me periudhën e kaluar, sepse partneriteti strategjik do mbetet. Nuk ka asnjë dyshim që ne do të jemi partner strategjik. Por ashtu me atë intensitet si në vitet e kaluara, jo. Pra, po do t'i themi partneritetit strategjik, por jo do t'i themi intensitetit me cilin këto marrëdhënie ishin në administratës. Duke marrë parasysh edhe ndryshimin e gjeopolitikës, pastaj kemi afrimin me Rusin, afrimin e administratës me Rusin,
Ballkani mbetet një zonë mjaft delikate sepse është pranë e NATO sapo. Po, edhe futet siguria. Edhe diçka tek Tirana, tek kjo ftoja ose tërheqja e but ka ndikuar edhe kryeministri Rama me ato ndoshta shakat pa krip që ka bërë me ato apo ndoshta edhe lobimi i opozitës me la civitën atje apo jo. Po, e di se për kë thua, për ata episodin e pakënaqshëm të shakas, për cilën ne të gjithë e pam domethënë që ishte një shaka drejtuar drejt presidentit Trump, mirë po pastaj ajo që më të paktën edhe mjaft të tjerëve që me të cilët kam biseduar përshtypje të pakënaqshme, ishte ajo, si thua, justifikimi i sforcuar që zoti Rama mundua të bënte. Ishte një justifikim si nga e keqja, si thua. Tani, se sa ndikon kjo tek përcaktimi i prioriteteve për Shqipërinë, është zor ta thuash, dihet që nga njëra anë presidenti Trump është i ndjeshëm ndaj këtyre gjërave, si thua e ka lëkurën të hollë, siç themin në Shqip, apo jo. Nuk duron dot kështu talje dhe fyrje. Nga ana tjetër duhet themi që establishmenti i politikës jashtme është përsëri i fortë dhe ka ca prioritete që mbase nuk mund të ndikohen nga këto incidentet të kësaj rëndësie, por fakti është që marrëdhëniet janë ftohur pra. Tani atë nuk e dim pra, se sa ai incident i caktuar ka ndikuar, po as me Kurtin nuk janë marrëdhëniet e mira, sepse Dashi e cilësoi pengesë. Ndoshta këtej mund të jetë kjo, nuk e di si mund ta cilësoj, prandaj është ideologjia më e fortë e Kurtit që është nuk lëviz. Tani çështja e marrëdhënieve të Kosovës dhe vetë zotit Kurti është një çështje tjetër dhe sigurisht që na intereson sepse jemi pjesë të gjitha trevave shqiptare pra. Por unë do thosha që ai vendimi Dylber për të ndërprer dialogun strategjik, vendimi i shtatorit, ishte një masë e rëndë dhe nuk ishte fare në favor të Kosovës. Kjo do të ketë pasoja, them unë, sepse ai dialogu strategjik shërbente si kornizë për zhvillimin e marrëdhënieve në shumë fusha. Domethënë, unë pres tash që të kemi rënje të bashkëpunimit ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit dhe Prishtinës për çështjet e sigurisë, për çështjet e mbrojtjes, për çështjet e infrastrukturës, për çështjet e energjisë, sepse në të gjitha këto korniza ishte pra pikërisht ky dialogu strategjik. Në mungesë të dialogut strategjik tash nuk mund të mos influencohen edhe këto fushat e tjera. Kështu që unë them që kërkohet nga qeveria e ardhshme kosovare, që do të dali pas 2 javësh, sepse janë zgjedhjet, kërkohet pra një zhdërvjelësi dhe një kujdes shumë i madh, do thosha unë, në marrëdhëniet me Washingtonin. Po sanksionet që i vendosi Beogradit për naftën, mund themi që ishte ndoshta një përgjigje më e fortë se sa krahasuar me ato që i ka dhënë Bideni në këtë rast? Ishte një përgjigje